Kjo është pamja rrugës Komani. Amortizimi ndër viti i këtij segmenti ka shkaktuar gropa të mëdha, të cilët në ditët me reshje mbushen me ujë, duke bërë thuajse të pakalueshëm lëvizjen e banorëve të zonës, ndërsa më shqetësuese është fakti se në këtë rrugë kalojnë shumë fëmijë që shkojnë në shkollë. Vijon degradimi i rrugës Komani në qytetin e Shkodrës, ndërsa reshjet të cilët kanë nisur që nga mbrëmja e kaluar e kanë mbushur këtë segment rrugor duke bërë të pakalueshëm për qytetarët. Kjo është skandal. Kjo atë merri Shkodrës, një kohë që kena edhe aktivitet e punët, që shkojnë e vinë makinat në për serviset që kena aty, e kërë e fundi një copë rrugis nuk bëhet, kjo turpi bot. Hedhin ka i karrotë zhavojnë aty dhe me këse ba me punë. Si kur të mos mjafton të amortizimi, në këtë segment po ndërhyet edhe për vendosjen e rrjetit të ujësjellësit të ri, i cili e ka rënduar edhe më shumë situatën. Banorët kërkojnë që të ndërhyet për rekonstruksionin e kësaj rrugë, e cila është e degraduar prej shumë vitesh.